Miq të dashur dhe mirë se erdhët në Vila 24, jemi ritakuar si çdo ditë tjetër. Mirëmëngjes e dashur, ndriçon sot. Vërtet? Të shkëlqen të kuqe tani një sekond. Para se të mbaronte sigla, po niset më thonë diçka, mos çfarë do të bëja? E harrova. Më la një porosi kështu në Mirëmëngjes edhe ju të dashur Ambisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu bashkë me Anilën për të treguar receta që do përcjellim për juve sot. Receta të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme. Dhe që janë këto janë tradicionale sepse ato bëhen dhe me pak përbërës dhe me shumë shije faktikisht. Kështu që është mirë që her pas here t'i sjellim në emision që mos t'i harrojmë për brezin e ri, se brezi vjetër i di akoma më mirë edhe se ne. Që do të thotë, unë sot do të bëjmë mish qëngji, që do t'a shoqërojmë, do me thënë, me lëng, thuhet ky, edhe do t'a shoqërojmë me kos dhe, do me thënë, një lloj taratori, po pak astravec brenda, vetëm me hudhra kripe dhe pak vaj brenda tek kjo, edhe shoqërohet me mishin e qëngjit, që mishin e qëngjit e vendosim dhe e ziejm. Pra, do të vendosim fillimisht. Do të bëjmë, okej. Ja, do fillojmë me një herë dhe pastaj do themi dhe recetën tjetër, pra e kam dhe pak dhe të ngrohtë. Faktikisht unë dua të them Anvisave që unë nuk e vendos asnjë lloj mishi nuk e vendos në ujë të ftohtë. Gjithmonë e vendos në ujë të ngrohtë. Dhe pse bëhet kjo? Se ju kam thënë dhe herë tjetër, unë përveç se lëngu të shijshëm, dua të shijoj dhe racionet e mishit që të jenë të shijshme. Dhe kjo përfitohet vetëm kur ka vërdiset mishi dhe kur vendoset në ujë të nxehtë. Se kur e vendosim në ujë të nxehtë, ajo krijon një kore sipërfaqësore dhe mban mishin të butë në brendësi, edhe mban edhe një ekstra shije se sa kur e hedhim në ujë të ftohtë. Vërtet bëhet ai lëngu i shijshëm, po mishin çik si zbutet, ikën ajo shija, nuk e ka të shijen e asaj mënyrës që vendoset në ujë të nxehtë. Edhe çfarë do të hedhim? Do të hedhim ja sa të, domethënë të ngrohtë, unë e kam pasur edhe të ngrohtë këtë. Do të hedhim racionet e mishit, do të hedhim një lugë gjalp, varet nga sasia e mishit, edhe krip sipas dëshirës, kokra piperi ose edhe piper kështu. Dhe i lëm që të ziejë në zjarr të avashët, nuk do shumë ujë, por do me thënë temperaturë të ullët, që të bëhet avash dhe të ngelet me lëngjet e veta. Dhe duke u llogaritur, do me thënë nga një garuzhde për çdo person, lëng. Shumë mirë, është mjaftueshëm, sepse do ta shoqërojmë me kos, që kosin do ta bëjmë pak më vonë me hudhra brenda dhe krip. Dhe pakës fare vaj se nuk ka nevojë se do të kemi yndyrën e mishit. Dhe për recetë të dytë unë kam përzgjedhur është koha e hudhrave të njoma, iku koha e preshit. Do me thënë, nuk është se nuk ashtu, por tani është koha më e përshtatshme me hudhrat e njoma, qepët e njoma, me majdanoz, me kopër, në energjik, për të sjellë si thua një brushtull, atë që e bëjmë me presh, po e bëjmë edhe me këto përbërës që unë ju përmenda. Hudhrat e njoma është koha e tyre më e përshtatshme tani, që bëhet në këtë lloj mënyre gatimi, mund ta bëjmë me mish qëngji dhe me këto si unë ju përmenda me qep të njoma, hudhrat të njoma dhe me erza, bëhet shumë e mirë mishi i qëngjit, por unë nga që mendova ta sjell mishin e qëngjit kështu dhe mendova që këtë ta sjell me miell mistri, ta bëjmë brushtull, që do të thotë, do të përdorim këtu. Bëhet jashtëzakonisht e shijshme, ka një aromë shumë të mirë. Hudhra jep një aromë shumë të mirë. Tani këtu, po doni e bëni me vaj edhe me ujë, do me thënë që ta përzim, po doni mund të shtoni edhe qumësht. Është sipas dëshirës. Edhe me njërën, edhe me tjetrën bëhet. Po mund ta bëni me ujë dhe në moment pastaj e konsumoni me qumësht, e përsheshni me qumësht, e konsumoni me djath, e konsumoni me kos, e hani kështu shqeto si do të bëhet shumë e mirë dhe e shijshme. Tani do të hedh racionet e mishit dhe do filloj të përgatisim me njëherë këtë recetën e radhës. Dhe në fund fare, sigurisht që do të kemi kohë sepse janë shumë të thjeshta për të përgatitur, do bëjmë këtë si thua një salcë me krem, që do ta bëjmë me krem djathi, ose me krem djathi ose edhe me djath mund ta bëni akoma edhe me gjizë të freskët, me ara, me kopër, me ullinj dhe vaj ulliri, krip edhe piper. Do të thënë bëhet një salcë që është shumë e shijshme. Që mund të shkoj si shoqëruese edhe e recetave që kemi sot, me që të jemi tek kosi, tek erzat e freskëta, që janë në stinën e vet, sepse jemi në pranverë, jemi ende në javën e parë të muajit
prill dhe pranvera është vërtet shumë e bukur në fakt për të shijuar si në temperatura, si në mod të mirë, si në ditën që fillon edhe zjatet, ashtu edhe në perimet edhe frutat që Stina të ofron. Le t'i hedhim ju sy tani më recetave të ditës së sotme. Atë sqarim që Katerina na e bëri goxha të qartë, tani është momenti t'i shohim të gjithë përbërësit në ekran së bashku me masat që do t'ju duhet të përdorni nëse ju do të zgjidhni të gatuani mish qengji me lëng, kost dhe hudhër. Këto janë të gjithë përbërësit. 1 kg mish qengji, 1 litër ujë, 2 lugë supe gjalpë, 500 gram kos, 2-3 thelpinj hudhër, kemi kripën edhe piperin në fund të recetës. Brushtull me qep të njoma, hudhër të njom dhe erza, përbërësit janë këto. 500 gram miell misri, 2-3 tufëza qep të njoma, 1-2 tufëza me hudhër të njom, kopër majdanoz, nenexhik, krip, ujë ose qumësht, si pas mundësive dhe dëshirës suaj. Do të përgatisim gjithashtu edhe një mesore që është salcë djathi me kopër dhe arra dhe përbërësit janë këto, 300 gram krem djathi ose thjesht djathë thakati nëse ju mungon kremi i djathit në shtëpi, 100 gram ullinj, 1 tuf kopër, gjysmë filxhan çaj me arra, kripë, piper dhe vaj ulliri. Shumë të shishme më duken recetat sot për të gatuar dhe për të shijuar. Po, Katë. Atëherë të dashur anvisës që shikoni, po merë fillon të marrë val, kam hedhur dhe gjalpin, kam hedhur kripën, kam hedhur e piperin dhe tani është momenti që neve do të ambullojmë me kapak dhe do ullim temperaturën. Është shumë e rëndësishme që kjo të bëhet po në zjarr të avashët. Sa më, si thuash, të jeti avashët si temperatura e sobës, aq më e mirë bëhet, do me thënë ngelen lëngjit, ngelet shia brenda dhe na bëhet një lëng shumë i shishëm, më kujtohet dikur që e bënim shumë herë shpesh këtë lloj recete dhe nuk e shtonim me kos me thënë të drejtën sepse sipas mundësive, po e ngjihenim shumë me çapa buke atë lëngun që rëndësishme që shijonte. Po shijonte jashtëzakonisht shumë dhe neve e ngjyhemi me bukë, edhe kalonim vaktin e drekës me thënë. Dhe kështu kanë qenë kohët atëherë. Tani kanë dalë sa më shumë gjëra, por edhe ato ishin në kohë të mira dhe kohë të bukura. Patjetër, çdo kohë ka të vetën, pastaj kur lidhet me nostalgjinë, me fëmijërinë etj, akoma edhe më të bukura duken kohët, sado që mund të kenë qenë më të varfra, kemi të sinqertë. Është e vërtetë Anila, por kishim bukurinë e vetë edhe ato. Kishim dashurinë. Dashuri pa kushte kishim në atë kohë. Tani janë me kushte, Katja? Tani janë me kushte. Çdo gjë është me kushte. Edhe për brenda familjes, ndodh ndonjëherë. Tani është më interes. Interesi. Tani këtu kemi hedhur qep të njoma dhe hudhra të njoma. Janë shumë të njoma këtu, që nuk ka nevojë akoma edhe t'i shtypim preshin, as edhe t'i kavardisim. Preshi është më i ashpër. Po të njoma, hudhrat e njoma janë shumë të buta, kështu që nuk ka nevojë. Në momentin që vendosen në furrë, ato shkrin, domethënë bëhen shumë të mira. Edhe si e shikoni, shiko se sa erza që kam, 1 kup me erza. Këto janë që i japin shumë shije. Do përdorni erza. Erzat janë që e bëjnë shumë të shishme. Kopër, majdanoz dhe nenexhik. Kam bajt pak nenexhik. Sigurisht e njohin anvisat, e kemi thënë dhe shumë herë, nenexhiku, mëndërz, si e themi të ndryshe, dhjozëm. Ka emërtime të ndryshme, treva të ndryshme, po është e njëjta erës. Kemi shtuar kështu në një tas të madh edhe erzat e freskëta, të grira imët, bollshëm në sasi, pra duhet të ndihen në gatim. Tani Anila më thuaj, kë miell do? Miell të verdh? Tani. Ola, i kanë të dyja variantet e miellit të mistrit, si mielin e mistrit të verdh, ashtu edhe mielin e mistrit të bardhë, që do të na duhen njëra nga të dyja për këtë recetë. Sigurisht që ka edhe shumë variante të tjera të miellit të grurit, të miellit integral apo miellit të ëmbëlsirave. Unë në të tilla receta e kam dëshirë që ajo aroma e miellit të mistrit të ndihet edhe shija. Dhe mielli i mistrit i verdh, me qënë se këtu mbrava ka edhe recetën e pispilis të shkruar dhe nuk e di pse më ngjason pak, pavarësisht se nuk kemi spinaqin etj, them se do t'i shkonte më shumë ky mielli që ka aromë më të theksuar. Atë, jam dakord, shumë dakord. Jam dakord, dhe do përdorim mielin e verdh. Atëre,
Ja urdhëro dhe këshërët, mund të hapësh. Ndërkohë këtu, kam pasur dhe pak në energjik të thatë faktikisht që t'ja forcoj atë aromën edhe shien. E pash, po. Dhe ja hodha, që është e vërteta, sepse i shkon energjiku dhe e bën shumë të veçantë. Dhe këtu tani do shtojmë edhe vaj, në gjysmën e sasisë se hedhim brënda, dhe në gjysmën do t'ja hedhim edhe lartë në momentin e fundit, ndërkohë që nëse ju ndodhet mund të shtoni dhe pak gjalp, do me thënë, nëse nuk do shtoni qumësh brënda, shtoni pak gjalp. As një gjë tjetër, as djathë, as vezra, gjëra, vetëm kështu, me këto. Do hedhim mielin. Ndërkohë që kam lyer edhe atë tavën atje, si që shikoni kam hedhur goxha gjalp, dhe me thënë e kam lyer që mos na ngjisë. Edhe ta spërkat edhe pak anila me shumë. Tavën? Po. Këtu kam ujë të vakët. Ka ish mjafton? Po, është mjaftueshëm. Kemi hedhur edhe gjalpin që kemi lyer, kështu që ajo bën atë që të ketë, si thuash, atë koren në fund. Do ja shtojmë dhe nga sipër besoj? Po, do shtojmë gjalpin. Vaj. Sa të thjeshta janë këto gatime. Thjeshtë lodhin pak në pregatitje, do me thënë në grirjen e... Këtu e kanë, punë më të madhe këtu e kanë. Se ndryshe... Të larja dhe të grirja. Janë kaj të thjeshta për të pregatitur që nuk di që aty u them. Shumë thjeshtë, ja kaq. Nuk ka nevoj për miell më tepër, është mjaftueshëm. Kjo duhet jetë trashësian që duhet të ketë brumi? Ja kaq. Se do të më pikset gjatë pjekjes, do të më pikset. Ja heqim edhe këtë. Jemi në rregull. Shumë mirë. Do ta shtojmë në tavë. Ta hedhim tani. Po. Duke që se kemi zgjedhur një tavë të madhe. E që mos të më bëhet e trashë, duhet që të bëhet e hollë. Pra duhet të jetë një pet e hollë. E hollë, mos të bëhet shumë e trashë, prandaj e bëra e zgjodha kështu. Që do të thotë dhe koha e pjekjes do të jetë më e shkurtër kur zgjedhim një tavë të madhe. Po që goxha do bëhet në fakt tani, se duke sikur është, nuk është e hollë. Po pra. Ja do ta shohim kur të piqet e nëse do të kemi mundësi edhe të presim një copë, se shpesh i shmangim kur sa po dalin nga furra gatimet, sepse duan kohën e vetë që të ftohen dhe të mos në prishet edhe forma. E kjo besoj do bëhet. Edhe unë mendoj që po. Tani do ta spërkasim me pak miell. Përsëri me pak miell misri. Do t'i hedhim edhe vaj. Edhe unë do t'i hedh edhe sa copza gjalpi. Edhe do ta vendosim në furrë. Thjesht fare. Tani me që kam pak qumësht, do t'ja hidhja pak kanila. Okej. I e pak shije. E plotëson. Edhe neve do hedhim edhe pak miell tjetër, kështu që... Nuk rrezikojmë që do na qulloset. Jo. Ndërkohë që furrën e kemi absolutisht, jo. Këshill që e japim gjithmonë sa herë që gatuajmë, që furra duhet jetë paraprakisht e ngrohur, një spërkatje kështu nga sipër me miellin e misrit, pak copëza gjalpi, edhe brushtulli do të jetë gati për në furrë. E vaj duan këto. Do të vaj, vaj ulliri patjetër po shkon. O krya, shumë thjesht. Recet në 10 minuta. Në 10 minuta vërtet, shumë shpejt. Tani ti hedhim vajin përpara. E spërkati me pakës vaj, edhe me pak gjalp aty këtu, edhe jemi në rregull. Dhe u krya. Pastaj do të merremi besoj nëse do të kemi kohë mjaftueshëm me recetën e parë që ne mund të rregullojmë atë pjesën e taratorit. Se si përgatitet. Okej. Edhe të ngelemi pastaj për këtë salcën. E shikon se sa shpejt bën këto.
Shumë shpejt Kemi bëhen. herë kemi s'na del koha që t'i bëjmë gati. Herë janë të thjeshta dhe bëhen shumë shpejt. Si në shtëpi? Edhe në shtëpi ndonjëherë rrim 2 orë në kuzhinë, ndonjëherë më pak. gatuajmë drekën, darkën dhe për nesër. Makaronat shpejt e Po, mjafton të organizohemi pak në kuzhinë. Në rastin e jemi në rregull tani ne. erzave të njoma, të qepëve, spinaqit edhe këto zarzavatet që kanë një çik angari në lavaman, mjafton që në fundjavë të bëjmë një pazar pak më shumë se zakonisht, t'i lajmë, t'i sistemojmë, t'i vendosim në frigorifer dhe gjatë javës kaq na duhet pastaj për ta përgatitur recetën dhe kështu kryejmë vaktet e shëndetshme edhe të shpejta të ditës që të gjithë e kemi brushtulli që të ngarkuar shumë shpejt. Shumë mirë duket të. Edhe do dali shumë i shishëm. Edhe pse mos do dali shishëm, ka shumë gjërë. Po i ka nga pak të gjitha. Nga pak. Edhe qumë është një fixhan çaj, më shumë nuk shtuam. Tani gati për në E çojmë në furr. E vendosim për t'u pjekur edhe pastaj do t'i rikthehemi recetës që prezantuam në fillim. Çfarë do të bëjmë tani tek receta e parë? Gjithashtu kemi edhe për të përgatitur një mesore sot që shijon shumë sepse kemi arrat kombinuara me ullinj, me kopër të freskët dhe me krem djathi. Po kemi kohë do të bëjmë ndonjë makaron, Anila. Vërtet në fakt, pastat ola. Do të tregojmë domethënë se si mund të përgatisim ose me sallam. Do shohim. Me tona, shumë mirë do ishte në fakt. Të kemi pak kohë. Kemi të Rëfika të kemi kohë sepse ide kemi plot për të dhënë. E shikon tani se sa mirë po bëhet mishi. E shikon se si sa ka marrë domethënë gjalpi, domethënë mishi ka tjetër ngjyrë, fillon që të bëhet avash tretet brenda në lëngje dhe do dali ai lëngu kaq i shishëm që thash që ta ngjeni edhe me bukë. Hajde kosi se është tepër, domethënë diçka, domethënë e bën më të plotë si drejt. Po, i shton edhe kështu, domethënë me ato lëngjet e veta që do dali bëhet shumë i shishëm. Tani është koha e mishit të qëngjit dhe koha që konsumohet në këtë mënyrë. E mbuloj edhe një që të lëm dhe neve na vjen një aromë mirë faktikisht nga gjalpi, nga mishi. E lëm që të bëhet gati dhe tregojmë tani këtu për pjesën e hudrave. Që do të thotë do të bëjmë grim hudrat, do e grim edhe me thik, do edhe me, ta fshim pak se shtet lagu, edhe me rende si ta duam, por edhe me thik. Qake? Qeshme. Ka ti qesh me pjesën e padukshme tonën. Ja, kemi këto hudrat këtu. Ta ne këtu më të zjedhim hudrat të njoma, apo i do të thata kjo receta? Shiko, nuk do ishte keq, Anila. Jo, me që i bëmë shumë në fillim thamë është për nga hudrave të njoma, nuk është zakonisht këto, do me thënë, por që këta ratorin tani në këtë kohë, përveç se i bëjnë me hudra dhe me kastravese këto, e bëjnë dhe me kumbullat të thata. E bëjnë kumbullat të thata, kumbat të tharta, se thashtë të thata. Ato jeshilet, ato që dalin tani dhe pak. E bëjnë edhe me, po, bëjnë shumë të mira, me bajame. Bajamet ato, si të është, sa po kanë dalë, do me thënë që bëjnë, kanë kryuar frutin bajamet, ato bëjnë shumë të mira, ti grishe dhe ti konsumosh, ti bësh tarator, shumë të mira bëjë, edhe kanë dhe vlera ushqimore. Me bajame se kanë provuar, për me kumbla e di që delë shumë. Dhe me kumbla edhe me bajame. Bëjë tarator shumë i mirë. Si pas vëndit e si pas zonave, ka edhe mënyrat të ndryshme. Interesante është shumë në fakt. Po që bajamet kanë dhe vlera ushqimore, dhe kanë madje më shumë vlera ushqimore, kështu se si janë të fërë, do me thënë, në fillim. Të qeljes të tyre, në kuptaj. Embrion, do me thënë, është sa kanë filluar që të kryohet ajo bërthama kokra, filizi. Jo, nuk po grimë, sepse e kam mjaftueshëm për kosin që unë kam. Na ule tensionen, që të bënë hudra ta ule, apo ta ngre tensionen? Hudra ta ul. Ta ul, okej, bolke për sot. Mjaftueshëm është. Okej, mirë, vazhdojmë, të optojmë hudra tani pak nga pak, edhe kemi ko, edhe një 4-5 minuta. Do t'i soptojmë, do i hedhim hudra, do i hedhim edhe krip, edhe vaj, do të razojmë, do t'a lëmë që ta kemi, do me thënë që
si thua të marinohet, mos të jetë në moment. Të aromatizohet. Dalë t'i hedhin pak krip këtu, se kur i hedh krip, ndihmohet më mirë kur e grim. Se nuk e lejon që të rëshkasin. Se leteshme që jo tingulli që lëshojnë. Po, nga kripa. Perimet kur prijen, ose në këtë rast është kripa që e thekson. Kripa, edhe lëshon dhe aromën e hudhrës kripa. E ndihmon, sepse i lëngëzon të hudhra. Edhe shiko tani se sa mirë që u gri. Po pra, i bët fare. E ndihmon që as mos të shpërndahet, po përkundrazi të ketë, si thua atë imtësinë e duhur. Ja, edhe një herë dhe kemi gati. Në rregull. Shmerë. Ja, kjo ishte. Kosit. E shtojmë dhe jo. E trazojmë. Ta heqim të le pak duar, të hedhim dhe vajnë dhe kemi gati, do alëm që të marinohet, do me thënë që të aromatizohet kosi. Pra këtë përgatitjen, sa më herë do ta bëjmë, aq më mirë është. Aq më mirë është, e lëmë në frigorifer me një gojë. Të mbuluar pa diskutim në një enë me kapak, sepse hudhrat ndryshe do t'ju mbushin gjithë frigoriferin me aromë, edhe mund të merreni vetëm me mishin pastaj, ta lini gradualisht të zihet, të temperaturë të ngadaltë, ndërkohë që bëni ato punët e shtëpisë, edhe do t'i keni gati një drekë shumë të shijshme. I hedhim dhe pak krip tjetër. Edhe kemi gati taratori për ta konsumuar me mishin e qëngjit me pak lëng, që bëhet jashtëzakonisht i shijshëm. Edhe është, si thua, një drek shumë e mirë. Do t'jetë si diçka e çuditshme. Tani, si thua, si e kemi kohën, mund ta bëjmë edhe atë, se neve me thënë të drejtën thash do bëjmë në një makaron. Nëse do të kemi kohë, nuk e di si. Për momentin do bëjmë një pushim neve. Shëndet. Dhe ndërkohë mendojmë, kur të kthehemi, do kemi kohë të përgatisim vetëm salcën dhe të mbarojmë mishin edhe të shohim brushurin në çfazësh, apo do kemi mundësi të përgatisim edhe një pjatë të shpejt me pasta olla. E mendojmë pak, vazhdojmë pim dhe kafen, se shoh që fixhanin e ke plot. E kam plot, edhe ju bëft mirë kafja nëse po e pini. Ju presim në studio pas pak. Në studio sa po jemi rikthyer, vazhdojmë të jemi live në këndin ton të gatimit, aty ku çdo mëngjes jemi në Villa 24, nga e hëna në të premte nga ora 9 deri në orën 10, pra jemi në këtë pjesë të dytë, në këtë 15 minutësh, ku ne do të riprezentojmë edhe një herë recetat që Katarina ka menduar të sill këtë ditë të martë tek ju, natyrisht edhe fazën në të cilën ndodhet secila prej tyre. Atëherë të dashura Anvisa, neve fillimisht filluam me mish qëngji me lëng, të cilën thamë do ta shoqërojmë me tarator. Një tarator që e përgatitëm me kos edhe me hudhra dhe krip vaj ulliri. Pra, siç e shikoni, e kemi bërë gati taratorin, e kemi lënë që të qëndroj, se sa më shumë qëndron, aq më mirë dhe më i shijshëm bëhet taratori. Madje kur e lëmë në frigorifer, atëherë fillon do me thënë edhe nxjerr dhe atë shihen shumë të mirë. Dhe kohë për pjesën e mishit të qëngjit, që thamë do ta bëjmë me pak lëng, lëngjet e veta që do të thotë nga një garush dhe lëng për çdo pjatë, do me thënë për secilin. Kështu do ta masni juve. Edhe atë që ju thash fillimisht, që unë mishin asnjëherë nuk e hedh në ujë të ftohtë, për të vetmen arsye. Ju kam thënë dhe herë të tjera. Në momentin që hidhni në ujë të ftohtë, sigurisht do përfitoni një lëng të shijshëm, por racionet e mishit nuk do të jenë kaq të shijshme sikur do ta hidhni
Ajo, prandaj bëhet ajo kavërdisja e parë që ju kam thënë që të bëhet ajo korja si përfaqësore e mishit, të ngelet mishi but në brëndësi dhe të ngelen lëngjet në brëndësi që të mbetet i shishëm. Ndërkohë, unë vendosa ujin të valoj, shtova racionet e mishit, shtova krip, pak piper edhe kam shtuar edhe gjalpin. Dhe e lam që të zihej në zjarr të avazhës, siç e shikoni, vazhdon të zihet. Edhe shiko si ka ngelur dhe yndyra, me thënë e gjalpit, bashkë edhe me atë aroma dhe shijen që kanë nxjerrë edhe mishi, dhe ende ajo akoma nuk është bërë gati, me thënë nuk është gati që ta nxjerrim ta servirin. Do ta lëmë edhe pak, të bëjmë edhe këtë pjesën e salcës. Kemi një salcë shumë të shishme. Që do ta përgatisim tani që bëhet shumë e shishme edhe kjo. Me? Kjo do të bëhet me, mund ta përdorim me djath, mund ta përgatisim do të them me djath, mund ta bëjmë me krem djathi, mund ta bëjmë akoma edhe me gjizë. Me gjizë freskët, ajo është një lloj gjizë, domethënë që s'ka dhe krip, ajo bëhet shumë e mirë. Me arra, me kopër, me ullinj, krip, piper edhe vaj ulliri. Pra këto janë përbërësit. Me thjesht për të përgatitur, me afton të kemi përbërësit, i edhim në një makinë grisë, i grim, frullatojmë dhe kemi gati një salsë që shoqërojmë, të me thonë, buk të thekur, buk misri, qëfar të duam, si tip mesore. E përdorim, të me thonë, e kemi, mund të përgatisim, ta kemi në frigorifer, edhe e përdorim her pas here me buk të thekur për ta konsumuar, qoftë edhe për mbas diteve, edhe për darkave, bëhet me thënë shumë e mirë edhe e shishme. Kati, përpara se të fillojmë, mendoj që të shohim edhe një herë recetat, sepse nga pjesa e parë në pjesën e dytë kalojnë goxha minuta, edhe e di që zonjat e kanë të nevojshme dhe her pas here na kritikojnë po recetat ku i keni, kështu që ja të shohim edhe një herë në ekran recetat e ditës së sotme. Pra, mënyrën se si përgatitet mishi i qengjit me lëng, kose dhe hudhër, kosi dhe hudhëra është përgatitur më vete, si që ne e treguam, pikërisht për t'i lëmë pak kohë që të marinohen dhe të marrin shijen e njëra tjetrës, gjë që mund t'a bëni edhe një ditë përpara dhe t'a keni ganti dhe të nesërmen të merreni vetëm me përgatitjen e mishit të qengjit. 1 kilogram mish qengjit do t'na duhet, sigurisht kjo është në varësi të mundësive tuaja, të sa persona po gatuani, 1 litër ujë, 2 lugë supe gjalp, 500 gram kos, 2-3 thelpinj hudhër, krip edhe piper. E më pas, ne kemi në furrë dhe pas pak do të nxjerrim për të parë se sa e shishme do tjetë edhe e pjekur edhe e përfunduar në pamje pa diskutim, aj sa ju mund të kuptoni nga ekrani dhe për ta shijuar duhet ta përgatisni me këto përbërës brushtullin me qep të njoma, hudhër të njom dhe erza, 500 gram miell misri, 2-3 tufëzaj qep të njoma, 1-2 tufëzaj hudhër të njom, kopër, majdanoz, nenexhi, krip, ujë ose qumësht. Kjo mbetet sipas dëshirës tuaj dhe mundësive tuaja. Tani do të nisim një herë të bëjmë bashkë në një makinë grirëse salcën e djathit me kopër dhe arra dhe përbërësit që do të bëhem bashkë për të kthyer në një salcë kremoze dhe shumë të shishme janë këto. 500 gram krem djathi, 100 gram ullinj, 1 tuf kopër, gjysmë filxhan çaj arra, krip, piper dhe vaj ulliri. Kati, po shikoj diçka nga receta? Ka një gjë që i kemi gjitha? 500-300 nuk ka problem. E po s'ka problem fare, thamë, ne me masat. Sa të keni? Si ta keni mundësi një, nuk ka asnjë lloj problemi. Atëherë të dashura nisa shiko, hedhim, është ajo që thani la, i bëjmë të gjitha bashk, edhe i grim dhe bëjmë shumë të shishme, pra hedhim edhe arrat, ullinjt, të hedhim edhe këtë kremin e djathit. Një çik tani mos të na mos na përlyhet. Ashtu. Unë ndërkohë po i hedh një sy edhe brushtullit këtej që është pjekur, shumë i mirë duket. Edhe me atë taratorin do shkonte shumë. Po, jashtëzakonisht. Gati me miell misri. Tani të hedhim edhe këto. Shiko, kur qëndron në ujë se sa i mirë që bëhet. Po, një sekret që unë e kam mësuar nga ty Kati dhe e praktikoj, për t'i ruajtur në një enë me ujë, ato që do përdorem për gati një javë qëndrojnë shumë mirë. Pastaj nëse merrni më shumë, është ngrirja ajo që ju kryen punë, duke i coptuar, duke i lënë gati në ato kavanozat që ju i ruani, dhe kemi gjithmonë erza të freskëta në shtëpi. Edhe vaj ullirit është një gjë. Edhe vaj ullirit. Edhe shi. Pakës krip. Gjë që duhet jeni të kujdesshëm nëse e bëni me djath të bardhë që ka një sasi më të madhe të kripës, ose nëse e bëni me gjizë me krip. Pra me kripën do të luani vetë, sipas mbulmetit që do të zgjidhni krem djathi, gjizë apo djath. Me të treja mund të bëni, thjesht kujdes kripën që të mos e bëni më të kriposur se ç'duhet. Thjesht. I grim bashk. Grim bashk edhe
Do përfitojmë një salcë që shumë mirë. Është gati. neve do ta servirim me që kam bajtur këta. Po. Okej, këta nuk në duan për momentin. Se mos të bëhet e mirë me hara, me ullinj, është një kombinim ideal. Edhe shkon shumë, plus pasaj që është edhe, si thuash, edhe i shëndetshëm, po ta bësh me bukë të thekur, bëhet shumë i mirë. Po, po. Pra janë këto mesoret e tryezës që shpesh të shtojnë shije dhe nuk ka nevojë për shumë gjëra të tjera pastaj mbi tavolinë. Bukur doli. Edhe në pamje duket shumë e bukur, e freskët, pranverore. Ja kjo. Të lumshin duart. Ja kjo. Ja kështu. Ja kështu, ja kjo. Ashtu. Tani, ne kemi 7 minuta kohë. Shumë mirë, kemi mjaftuar shumë kohë për të parë mishin e qengjit në atë fazën e fundit të zjerjes së tij. Besoj është momenti që pak nga pak edhe të shërbejmë, ose të nxjerrim mbështjellin nga furra. Nuk e di gati këtë doje të parën. Ndoshta ta lë dhe pak, sfare t'jap, sa të servirim ata neva t'japim pak kohë. T'japim edhe pak kohë. Okej. Servirim këto neve. Po. Ja, ku e kemi. Pra, në këtë rast është edhe lëngu ai që do ta bëj shumë të shishme. Duket shumë e thjeshtë, por është zjerë në temperaturë të ngadalt, me pak ujë, do me thënë një lëng i holl, që të ndihet shija e lëngut të mishit, gjithashtu edhe gjalpi bën të vetën. Edhe këto lulkat në fund, që e bëjmë pjatën akoma edhe më të bukur. Tani do të servirim edhe kosin. Servirim edhe kosin patjetër, që do të ishte një shoqërues i mirë i Taratori është bërë shumë pjatës. Kate, do më lejesh të tregove pak mikrofonen, se kjo bluza jote ta çon sa ndej këtej. Nuk dëgjojmë. Dëgjohesh me zhurma, ndoshta tani jemi pak më mirë. Në rregull, faleminderit tani. Prit, ndalo aty. Letër kuzhina. Letër kuzhine. E fshiva unë që mos kishte ujë në momentin që e lava. Në rregull. Dy. Edhe kjo këtu. 3. Tani nxjerrim edhe atë nga fura. Nxjerrim edhe brushullin, të shohim a do kemi mundësi të nxjerrim ndonjë copë edhe prej tij. Ja, ta shohim, domethënë. Ta shohim, po. Që mos të kemi vendim. Edhe kështu janë të gjitha shumë të shishme, mund t'i përgatisni edhe brenda një dite dhe t'i ndani pastaj drek edhe dark, sepse pothuajse kanë të njëjtët përbërës, domethënë do blini që do blini qepët edhe hudrat e njoma, hudrat i përdorni edhe për taratorin. Nuk është se janë të gjithë përbërës, siç tham në fillim, të gjendshëm në shtëpi, pra kosi, vaj ullirit, etj, për të bërë këtë salcën nga pak për secilën duhet, pak kozara, pak kozullinj, ndonjëherë ato që na mbesin edhe në shtëpi, edhe për ti është nxehtë. Është nxehtë. Aromën e ka fantastike. E ka aq mirë sa jo nuk e... Mielli misrit, çdo gjë që bëhet me miell misri. Po pra sa shijon, shumë shijon. Nuk e di, domethënë neve brezi jon na pëlqen dhe na shijon jashtëzakonisht shumë. Tani është mirë që ti përdorim edhe për fëmijët tanë që është shumë i shëndetshëm, po.
Tani na kuptoni pak që është... Mora thikën, s'ka gjë se bëj... Që është e nxehtë, pra ju në shtëpi do ta lini të ftohet, siç bëni me të gjitha tavat që më pas duhet të prihen dhe të dalin mirë. Në ekran vazhdojmë të kemi recetën e brushullit me qep të njoma, pra kjo tavë që po shohim tani së bashku është përgatitur me këto përbërës, është mielli i mistrit ai që do t'ju duhet. Ne kemi zgjedhur miellin e mistrit të verdh për t'i dhënë këtë ngjyrën e bukur, po mund të zgjidhni edhe të bardhin, pa diskutim që shihen do ta ketë dhe cilësinë po njësoj. Janë qepët e njoma edhe hudra e njom të grira, të gjitha imët në një tas, aty ku kemi shtuar bollshëm, krip, kopër dhe majdanoz, gjithashtu edhe nenexhik, krip rjeshtuar pa diskutim, ujë ose qumësh për të bërë atë lidhjen e të gjithë përbërësve bashkë, gjithashtu qumshin e kemi shtuar edhe mbi tavë në momentin që ka përfunduar së shtruari, para se ta kemi vendosur në furrë për të pjekur, ajo qumshi jep edhe më shumë shije, e mban edhe pak më të buta të sipërfaqen nga sipër, dhe sigurisht mos harroni që do duhet spërkatur gjithashtu edhe me pak zvaj ullirit dhe me copës saj gjalpi për t'ja plotësuar shijen të gjithë recetës. Është shumë e thjeshtë në përgatitje, pra edhe ju që nuk është të shquheni për të gatuar, mjafton të bëni të gjithë përbërësit bashkë siç i pam në ekran, dhe receta është e përfunduar. Pjesën tjetër të saj e kryen furra. Anila, e nxora kështu do me thënë nga pjesa e sipërme, kjo ta shohim do me thënë që është thekëruar, edhe kjo më pëlqen më mirë, pjesa e thekëruar, nuk e di ku duket, se është ende e nxehtë dhe duhet të dimë, nuk na ka dalë forma, e tham që në fillim duhet të dimë që në momentin që e nxjerrim nga furra, ta lëm të qëndrojmë atje, mua do të më pëlqente shumë që juve në shtëpi, ja, gjëja më e mirë. Po, ta mbuloni, edhe në këtë moment ajo, do me thënë, kullon, themi ne, edhe del shumë e mirë, edhe del jashtëzakonisht mirë, edhe në momentin që e servirim. Tani, Kati, ikim na? Nëse vajti ora? E ora ikën. Nëse vajti ora, do ikim. Fluturon, sidomos kur je live, ikën dhe se kupton fare. E kemi përfunduar edhe këtë si recetë, si që shikoni, ka dalë shumë e mirë. Për shije, ju a garantoj faktikisht, se bëhet jashtëzakonisht e mirë dhe e shishme, hudrat, qepët, erzat janë ato që e bëjnë jashtëzakonisht të shishëm, edhe plus edhe mielli i mistrit. Patjetër. E kemi përfunduar, këto ishin recetat të dashur Anvisa. Faleminderit e dashur. Faleminderit e ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Mirupafshim, kalofshi bukur. Të lumshin duart, Katerin, nesër në mëngjes më zërpres të shohim se kush do të jenë recetat e radhës, dhe kur them unë, imagjino zonja që duan të shohin duart e tua se çfarë do të gatuajnë si ide nga këndi i gatimit. Faleminderit edhe për sot. Tani është momenti për një hapësirë publicitare dhe pastaj do të kalojmë në këndin ton të ftuarve. 3 miq do të jenë në studio sot. Ne e përmendëm shumë shpesh që jemi në pranverë dhe na ndikon edhe në mënyrën se si ne e nisim ditën, se si jetojmë, se si vishemi dhe se si ushqemi në të njëjtën kohë. Do flasim pikërisht për stilin e pranverës me 3 të ftuar që e shijojnë në format e tyre, cilët janë ata pas pak në sallon me miq që do të vinë në Villa 24. Ndërkohë shkëputemi për pak publicitet.